Mi mbrëma toksore, ju sa për keni mbritur, jemi live të në emisionin tim Zonë e Lirë në të P1, pjesa parë e emisionit, si çdo të martë në mërkur, si zakonisht, ky është 1093 ishte episodi për sonte. Si çdo të martë në mërkur në orën 10 darkës dhe të prende në orën 9 darkës, na gjeni të kjo faqja që sapo pat, sapo iku faqja, ishte këtu, jo ishte këtu. Ja, kjo Zonë e Lirë official bërë një subscribe për qefin tuaj, ndërkohë që ne po flasim jemi live me ambasador Roland Dimon, ambasador mi mbrëma kënaqësi. Mi mbrëma, faleminderit. Që mu riktheve sërish Sebastian Zonja, Garsar Plus në MCN TV. Sebastian. Mi mbrëma, faleminderit. Ndërkohë që ne po flasim, vazhdon në protesta, sot është dita e 10, taset fabula në ekran, Ledio. Bëni pyetje tuaja për ambasadorin dhe për Sebastianin, te ky QR kodi që ju shfaqet në ekran, bëni një skanim, një login, dhe çoni pyetjet, unë do mundohem të lexoj gjatë emisionit. Ora është 10:03 minuta. Në fakt kishim plan ambasador Sebastian të lidheshim me një kolege, mund ta quajmë kështu sepse është njëri i paneleve dhe i studive televizive, po mbi të gjitha është një aktiviste e papar prej vitesh, që quhet Doriana Musai, e kishim para një jave në këtë studio. Po uroj të lidhemi, besoj se do mund të lidhemi. Do mundohemi të lidhemi, nuk ka vetëm një problem teknik, nuk po lidhet do Doriana me linku që ka dërguar Ledio. Unë shpresoj të kemi Dorianën direkt për të marrë dhe pak atmosferën e marshimit atje që po ndodh. Normalisht protesta gjithë të ditë ka vazhduar dhe marshimi ka vazhduar dhe në orën 12 natës. Po filloj nga ty, ambasador, dita e 10 e protestës, ne bashkë, kur ishe erën e fundit, nuk ishte qatë dite ishte? Dite e tretë. Dite e 3 e 4, ndoshta, ambasador? Besoj dhe qëndrimi jotë ndaj protestës dhe, se thuash, analiza jote duhet të ndryshuar në ditën e 10 apo jo, duke qenë se është dinamike, ambasador. Para se të bëj pyetjet unë, më jep një ndjesi të shkurtër fa në 1 minutë, a ka evoluar kjo protestë sytë tua apo jo, besoj se ti e ke ndjekur? Ajo që më bën jashtëzakonisht shumë përshtypje është mbulimi ndërkombëtar i Shqipërisë. Do të thënë është një favor i jashtëzakonshëm që kjo protestë ka bërë imazhin e Shqipërisë në krahasim me edhe revolucionin demokratik të viteve 90 me 92-shin. Ka një simpati të jashtëzakonshme në të gjitha kanalet televizive ku, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në podcaste, në mediat sociale, ka një simpati të jashtëzakonshme për shqiptarët që ngrihen në këtë situatë për një çështje të tillë, atmosfera apo sfondi në cilin zhvillohet. Është shumë interesant, më pëlqen shumë ta kanalizojnë konfliktin midis globalistëve dhe nacionalistëve, sovranistëve, sepse shikoj që dita e 10 dhe nuk kam parë në një dashuri të jashtëzakonshme për Bashkimin Evropian nga protestuesit, përkundrazi nuk ka asnjë flamur të Bashkimit Evropian dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj parrulle pro Bashkimit Evropian, ndryshe nga 30 sa vjet përpara ku do ta bënim Shqipërinë si gjithë Europa, sa duket e kemi bërë si gjithë Europa dhe na intereson. Duke si një anti-fushatë e zotit Rama një vit më parë, apo që e bëri fushatën komplet për BE-n me flamuj shqiptar dhe flamuj të BE-s, nëse e mban mend. E ka atë element, por nëse kjo duket si anti-fushatë. Kjo i thotë ju. Mundet që të jetë as flamur amerikan s'ka, as të BE-s. Kishte po shumë këtu flamur amerikan ka filluar në ditën e 5-6. Po, 1 ose 2, kishte duket apo jo. Por dhe më mënyra se këtu vendosim ne, Shqipëria e re, do më thënë... Shqipëria etnike? Shqipëria etnike është disi më pak, sepse toni protestuesve është nacionalist në kuptimin e vendimarrjes që duhet bëj populli shqiptar për 28.000 km2 ku ai është sovran. Pjesa tjetër është sfond, patjetër shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për të qenë sfondi i etnisë, i nacionit, i kombit, i atyre që flasin shqip, i atyre që jetojnë trojet e tyre. Por kam përshtypjen që këta që janë në rrugë, në shesh, në protest, në demonstrat, ta që mund ta quajmë me gjithë kuptimin e fjalës edhe protest, sepse ka marrë karakter të theksuar politik, pavarësisht se si Rama Berisha Hamburg, Rama Hamburg. Dorëheqje, në momentin që thua dorëheqje, do të thotë që është një mesazh politik. Nuk kemi më, domethënë protesta është futur në kanalet e kërkesave politike, ndërkohë që ditë e parë dytë mund thosha që ishte në drejtim të kërkesave për përmirësimin e qeverisjes. Ishte më shumë një protest se nuk po qeverisemi mirë. Po na rre policia apo policia private. Ka tejkaluar flamingot. Është në kuadrin e flamingo, është revolucioni i flamingove, domethënë. Ma çon tani, fal. Mi po e ka tejkaluar flamingot. Po, eksakt. Okej.
ka të kaluar flamingot në këndvështrimin e mbrojtjes së flamingove, po, simbolikisht. Po si simbol vazhdon që tjetë. Vazhdon, pa tjetër. Simboli flamingos është ai që, se tu është, simbolizon këtë lloj proteste e cila ka kaluar në kanale politike tashmë. Pyetja ime ambasador, pas të kaloj te Sebit, më japi një koment dhe ai. Pyetja ime është, në qoftë se e zën për një moment, zoti Rama thot të rigjet. Të rigjet thot, okej, nuk do e bëjmë, po dëgjoj populli, nuk ja vlen. Ndjes që ju e zëmë, kjo s'ka përndodhë kur, po tani jam unë në fantazi. U ashtu në nxitova, se ju më shatë, më thatë të qërëjet gjitha këto, por e shoh që ju nuk të riqeni dhe unë po të riqem. A mbyllet protesta apo vazhdon? Si pas jush? Nuk mbyllet, sepse nuk jemi më në 2013 apo 2014, po të bëjmë krahasim mekanik me protestën për armët kimike, në atë kohë zotëria vinte në crescendo, vinte në rritje, vinte nga një aspekt shumë i fuqishëm për krahje. Sot ka një konsum të madh, për cilin jo të gjithë janë të bindur, po ata që janë në shesh, duhet që janë shumë të bindur se ky konsumi ka kaluar caqet dhe nuk mund të vazhdohet më në këtë mënyrë. Interesant është diferenca e brezave që nuk do duhet ishte kështu, por për çudi, ata që janë nga 20 vjeç sot mendojnë krejt ndryshe nga që mendojmë neve për të ardhmen e vendit apo për mënyrën se si bëhet politika. Brezi Z që i quajnë, gjenerata Z. Po, le them gjenerata Z që nuk është se kanë një kuptim të madh këndare një gjenerata, po është për marrëveshje fjalë, më shumë për të dhënë një kuptim. Eksakt, për të grupuar disa edhe për të bërë një argument. Por janë jashtëzakonisht shumë ndryshe dhe shumë interesant, diku po lexoja që kjo gjëja që njerëzit mendojnë që gjeneratat e reja janë të papjekur, marrin vendime të nxituara, apo si do ja bëjmë neve ndort kujt do bijem, se këta nuk dinë as këtë dhe as atë. Në papirusat e Egjiptit që 8.000 vjet përpara, për 6.000 vjet para erës re, është gjetur një njëjti koncept mosbesimi i brezave më të vjetër ndaj brezave të rinj. Kështu që është një koncept shumë i vjetër ky mosbesimi ndaj brezave. Sikurse dhe këta që janë sot në pushtet, apo ata që kanë qenë dje në pushtet, nuk kanë pasur besim, ata që ishin para tyre nuk kanë pasur besim tek këta që erdhën e kështu me radhë. Kështu që nuk është për ta pasur me shumë droje se çfarë do të ndodhi më mbrapa në rast se fillon kaskada e tërheqjeve dhe e ndryshimeve. Ambasador, edhe të fundit, për momentit të fundit, ndërkohë që jemi duke pritur Ledjo Doriana Musajni, nëse do arrin të lidhemi. Ambasador, ju vetë patët të ndimin për të dalë? Thatë për shumë një moment Kam qenë disa herë. Në protest tani? Po. Vërtet? Po. Keni qenë në mes të njerëzve, apo keni qenë më shumë spektatorë, keni pa nga jashtë? Edhe spektatorë nga jashtë, edhe në mes njerëzve për të parë dhe për të kuptuar, edhe për të shprehur një lloj pakënaqësie apo një lloj qëndrimi, le të themi, edhe Cila është ndjesia? Kishit mes njerëzve? Qetësi absolute dhe goxha vendosmëri në fytyrat e tyre që shikojnë rreth e përqark në atë. Janë ndjehet qytetari shumë apo? Po. Ishte një lloj kënaqësie, shumë entuziazëm. Gati ishte një manifestim festiv më shumë se sa një protest inatçore. Nuk pash as një fytyrë të mllefosur apo të inatosur, le të themi. Kështu që është vërtet një mesazh që do shumë studim për të kuptuar se çfarë ndodh realisht. Duhet të thënë që është e pazakontë. Ju folën për protestën e armëve kimike, por nuk ka lidhje fare me atë që mendon. Ata ishin shumë pak njëherë para. Kjo është edhe ajo që vjet ndukje edhe nga agjencitë e... Ata s'kërkonin fare as largimin e Ramës asgjë në atë kohë. Ata thoshin thjesht mos sill mbetjet kimike këtu kaq. Kjo ka një element që dikush është munduar edhe ta nxjerrin në dukje si elementin kryesor të luftës midis Sorosit dhe Trumpit, që Sorosi gjeti një mundësi dhe po lufton Trumpin përmes projektit në Shqipëri. Domethënë nga këto lloj teori që janë funde krye teori konspirative, po që mesa po na mëson jeta sot kufite e teorive konspirative po shtyen gjithmonë më shumë në drejtim të besuarit ndaj tyre. Por nuk besoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Sorosi dhe kushdo qoftë kanë mbetur që të luftojnë njëri tjetrin përmes foltoreve të Shqipërisë, do ishte... Megjithatë Seb, të vazhdua në këtë linjën e ambasadorit, megjithatë Seb, por tek kësaj për të avancuar, pra, sigurisht që protesta, kjo protestë që është në ditën e 10 sot, dallohet tashmë,
nëse përpara nuk e kuptonin, tani dallohet që organizimi është i papara, është perfekt, është shëmbullor apo jo. Pa duhet të them, nuk kanë thjesht një grush njerëzish që po e bëjnë, do të jenë shumë të shtirë në terren. A je dakord me mua a je dakord me të ndjesi apo jo? Nuk është pra nuk është shumë lumë që derdhet pa pritur. Ka një organizim, ka ca njerëz që i kryesojnë turmave, po themi, turmave në kuptimin e mirë të fjalës, grupeve që janë atje, grupit të madh të njerëzve. Kjo do thotë që, po më thoshte dikush, nuk është e rastësishme, pra, revolta brenda ndaj padrejtësive, ndaj arrogancës, etj. Ka qenë. Puna është shkëndija që u mor pas Zvërnesit, pas marrjes Zvarta aty. Pyetja mbetet çfarë talenti ka pasur ky grup organizator që arriti ta bëjë njësh gjithë të pakanisit madhe, që është një amalgam brillant, si që thamë, janë nacionalistët, janë LGBTI-t, janë këta të majtët, e shgënjyën nga Rama, janë shumë, janë pa fund atje. Se thua është për të kanalizuar të gjithën këtë, duhet këtë qenë një organizim para prak shumë ko për para, apo jo? Jo, domosdoshmërisht. Komuniteti me një ide për të ardhmen e gjenë organizimin vetiu, plus e dyta komuniteti, sepse, digjo, nuk flasim për subjekt politik, flasim për një komunitet qytetarësh. Pikërisht pa. Pra, kjo duhet ndarë, sepse të gjithë kërkojnë kush është organizatori që më pas shkojtë Rama dhe të flasi dhe pastaj po foli Rama zgjidhet gjëja. Aty është një komunitet qytetarësh, të cilët vinë nga shtresat ndryshme, nga kanë idet ndryshme, nga krahinat ndryshme, është gjithë shkanat me. Se parë, e dyta, nuk është çështje propagandistike, është çështje e një ideje për të ardhmen. Pra, pse i definoj këto pika? Kur një komunitet qytetarësh, 10 ramira, si që ishte ambasadori që ka dalë në protest, definojnë dhe duan të definojnë një ide për të ardhmen, do të thotë që nuk i pëlqen gjuha, nuk e kuptojnë gjuhën e drujt që flet tashmë Rama dhe Berisha, por kanë një vizion tjetër për të ardhmen politike të vendit. Gjuha e drujt nuk ka shkuar tek ato 20-25 vjeçarët. Ajo që ne kuptojmë me memet që ato bëjnë, me protestin që ato bëjnë, do të thotë që 25, po e ngry shumë, se fillon nga 14. Po, dakord, do të thotë që ato e ndjekin me intensitet të lartë politikën. Por ne duam që ato të ndjekin si që ndjekim ne, kush, çfarë tha, pse, si qysh tek. Ti thua që kjo klasë politike, ose këta individ që përfaqësojnë sot klasën politike, në sytë e këtyre njerëzve quhen old fashion, pra. Berisha dhe Rama, po. Rëngardize, që thonë francezët. Ils sont rëngardize, dhe më thënë, janë bërë, duken të vjetër, nuk arritën to të shpikin veten. Berisha dhe Rama, po. Berisha se ka fshehur ndonjëherë, nuk pretendon të bëhet i ri. Po pra. Po ky tjetri, dhe këtu është pyetja ime, nëse kemi parë videot e fundit, le të më duket se ka gati një sinkron, ky tjetri ka disa ditë, çdo ditë sot ka bërë 3 evente. Po pra, po është one show man. Tani ky tenton që qefin se one man show nuk është ky në fakt. Ky tenton. One man show është një gjë shumë e menduar. Po tenton që të bëjë të njëjtën gjë gjithmonë dhe të presë rezultate të ndryshme. Po pra, problemi është tani Berisha tenton të bëjë të njëjtën gjë dhe të presë rezultate të ndryshme. Është e njëjta monedhë me 2 anë të ndryshme. Tani çfarë ndodh? Kjo tregon që këtyre 2 personazheve ju ka ikur koha. Protesta ka kaluar në fazën e tretë. Nga mobilizimi që kishte, pra mobilizimi pak shumë masiv qytetar, kombëtar në çdo qytet evropian, protesta tashmë ka kaluar, ka marrë vëmendjen e gjithë qytetarëve. Pra, biseda e vetme në çdo tavolinë sot është biseda. Patjetër, është dukur çdo lajm nga qarkullimi. E treta, protesta këto ditë tani fillon dhe artikulojnë qëndrimet politike. Qëndrimet politike fillojnë artikulohen në këto ditë dhe më pas hyhet në një strukturë të një debati politik. Kryeministri mundohet ta shmang dhe shkon dhe thot e çon tek çështja e pronësisë në Vlorë. Protesta ka futur në dyshim legitimitetin e qeverisë Rama, procedurat mjedisore që janë ndjekur, procedurat transfertave pronësisë, procedurat të shumta që janë ndjekur sa i përket atij resorti që mund të ndërtohet atje. Pra ka kaluar në çështjen e legitimitetit të qeverisë Rama. Ta ndjekim çik Ramën se ka Ledio gati, vetëm për të kuptuar pak reagimet. Marrë një ndjesi nga ty dhe nga ambasadori. Jepi Ledio. Nuk është në rregull. Kemi të tjerë këtu dhe më duhet më thonë, në qoftë se të gjithë thonë që e kam thënë në fillim që ne kemi anuluar projektin, atëherë kemi një problem. Na duhet që të shohim regjistrimin. Jo, nuk vazhdoj. Nuk mund të vazhdoj. Ndjes. Më thoni diçka që nuk kam thënë kurrë, sepse keni ardhur e bindur që ka një projekt që është anuluar. Nuk ka mikrofon gazetarja. Ajo tha që unë thash në fillim që projekti ishte anuluar. Po, talleni me mua, po çfarë?
Ajo tha që në fillim unë thash se projekti u anulua. Unë nuk e thash këtë gjë, sepse që të anulosh një projekt, nuk e di seriozisht e keni, po këto janë gjërat pse e kemi të gjithë të mjegull. Unë kur nuk kam thënë që kemi anuluar projektin, sepse nuk ka pasur asnjëherë një projekt. Projekti është diçka për të cilën po punohet. Çfarë ka të vështirë për të kuptuar këtu? Apo nuk është tërheqëse, seksi? Po dhe vazhdoj pa fund. Ndërkohë që tani në Apolloni ku ishtë tani në darkë, Po. e përmendi vetë fjalën projekti në një kontekst tjetër, po që nuk e kapën dot për arsye kohe, kupton se s'kishim mundësi. E përmendi vetë fjalën projekti, pa atje mbajti 20 minuta me sqarime, jo po s'ka projekte ndër e tjerë, kur i thoshin projekta, po jo se projekti nuk është ky, projekti është kur finalizohet gjëja. Nëse keni fjalën për vizion dhe për ide, dakord. Kam një ide, kam një vizion, por nuk është projekti, pra merret me këto cismicet që s'kan asnjë vlerë në fakt. Ja ku është. Doriana më mbrëma. Mos, nuk dëgjoj. Ale dyja, kemi Dorianën. Po, atëherë ajo ka një problem me kufjet, nuk na dëgjon, po jemi lidhë thjesht për atmosferë për të parë çfarë bëhet në shesh. Nuk na dëgjon, po mi të paktën ta nxjerrim ta kemi një sond në Dorianë, të na ndihmoj me pamje nga sheshi në këto momente live. Me që s'kemi link, se s'kemi drejt të japim linkjet tjera, e kupton? Në emision. Se është as më së neja që mbulon gjë apo jo? Jo, tani jo. Më parë kishim. Se kishit të? Po, në darkë. Nejse. Që më së nëndë ishte mirë, po. Ja, ku është Doriana që po në ndihmon tani për pamje. Doriana na dëgjon gjë apo jo? Ja, më nuk dëgjoj apo jo. Nuk na dëgjon sepse zhurmë e madhe është atje. Jo, ma ja s'dëgjon fare, nuk kurse. Po, nuk na dëgjon pra se nga zhurmë e madhe, kështu që. Eshi se me Doriana. Doriana Musaj, zënë zërgjë, kishim para një jave, vajzë mirë shumë, urbaniste. Dhe ta kemi prapë në emision. Ku jemi këtu, Ledio? Kupton që ti në qa zonë qytetit jemi? Ora është 10-20 minuta. Në përlagje është, apo jo, ku është të Rrugë kryesore duket, se shumë i gjerë si rrugë, të duket kryqësim, nëse është një steminatori. Ore, ambassador, pyetja ime është kjo, para s'kaloj prapë të setë. Se në fundit, një njeri që e shef dhe që është i balaslarguar ose që është indiferent, po ore thot, cili është qëllimi i kësaj? Cili është qëllimi i kësaj proteste? Se unë për shembull, mund ta kem gabim dhe ftoj dhe teleshikuesit që na shohin tani. Duket si te Spaku. Duket afër zonës mbi zonën e Polikumit ose afër Spakut. Pikërisht pra, kjo protestë andikon te Spaku apo jo? Spaku për shembull tani, duke parë gjithë të frym që është krijuar antiqeveritare etj, mund të ketë më të lehtë mund që ku diun të hapi çështje penale për kryeministrin, apo nuk janë ban Spaku për ta bëjë punë. Jo, ka një problem shumë të madh me momentet e tilla kur një protest nuk është se ka një artikulim shumë të qartë. Kështu që të gjithë njerëzit mund të lexojnë te kjo protestë ata që duan ata të lexojnë. Të qartë ka. Artikulimin. Dorëheqje. Po. Më të qartë se kaq. Po, por unë politikisht po flas. Unë dua të dalloj edhe një gjë tjetër tek kjo protestë. Dhe në qofse sa të kisha mundësi do doja të ndikoja që të shkohet në këtë drejtim. Problemi i Shqipërisë dhe në përgjithësi sot në botë nuk është keq qeverisja. Është sistemi i ndërtuar keq. Është sistemi që i bën të gjithë ata që do vinë në qeverisje të bëjnë një të gjë që ka bërë ai që ka qenë në 92-shin, ai që ka qenë në 13-ën, ai që ka qenë në 26-ën dhe ai që do vinë në 36-ën, në qoftë se nuk ndryshon sistemi. Pra, në qoftë se të marr një krahasim për ta bërë më të kuptueshme për ata që na ndjekin. Nuk është problemi ai që shet drogë. Problemi është ai që pastron paratë e drogës. Dhe për sa kohë ekzistojnë industria. Ekzistojnë këto paradisat fiskale, ku shkojnë gjithë ato drogagjinë që kanë fituar paratë ditët apo të muajit dhe i pastrojnë duke i quajtur si para që vinë nga aktivitet legal. Pra Chelsea janë bankat që pastrojnë paratë e drogës. Vim në rastin konkret. Sistemi, në qoftë se ata që qeverisin kanë ku t'i çojnë paratë që vjedhin nga korrupsioni, do vazhdojnë të vjedhin. Normal. Qoftë ka treg, thonë ju. Dhe ata që i ndihmojnë, pra pse është lufta? A mund ta citoj pak presidentin Trump në fushat? Tjetër. Pavarësisht se si po i shkojnë punët atij sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku praktikisht sot që po flasim është kthyer në një neokon, më keq se neokonët e vjetër edhe neolib,
pra po i shërben po njësoj ati deep state-i, po le të shikojmë që ka thënë në fushat, që kam përshtypjen rezonon akoma në vënde si Shqipëria, ajo që ai ka thënë në fushat, dhe thot, është klasa e globalistëve që na ka bërë totalisht varur nga Kina dhe nga të tjerët që na urrejnë, globalistët që duan të konsumojnë të gjithë pasurinë e Amerikës për të ndjekur monstra dhe fantasma në përbot, duke të rrequr vëmendjen nga shkatërimet që po i shkaktojnë Amerikës brenda vendit. Këto forca po i bëjnë shumë më tepër dëm Amerikës sesa Kina e Rusia mund të kishin ndërruar. Tash ti, spastrimi nga ata është detyra monumentale e presidentit ardhshëm dhe unë jam i vetmi që mund ta bëj sepse unë di ta bëj. Fjalia e fundit kam përshtypjen që është goxha frymëzim për të spastruar një sistem nga globalistët. Sepse janë globalistët ata që nëse vjet dikush para, i krijon kushtet që t'i çojnë në Londër, në New York, në Hong Kong, në Zvicër, kudo. Në momentin që mbyllen këto, po këto kanale kush i mban hapur, i mban globalizmi. Prandaj do doja shumë që ta që janë në protest, unë mendoj që e kanë këtë objektiv, në mendje për të ndryshuar sistemi. Sistemi duhet ndryshuar nga e para. Pra, Po çdo më thënë, që ta bëjmë më konkret, bëjmë një shembull. Një shembull. Përse duhet mendojmë neve në Shqipëri, që vetëm investimet e huaja mund të nxjerrin Shqipërinë nga prapambetja ekonomike. Sepse është një fabull që na e kanë treguar që nga 86-90 konsensusi i Washingtonit dhe me radhë, që kështu funksionon bota, kjo është gjëja më e mirë, sepse këta globalistët që kanë pasur në dorë pushtetin, kanë pasur në dorë media, shkollat, akademia, dhe të gjithëve ju është mbushur mendja që kjo është mënyra më e mirë e organizimit. Kjo që thonë këta. Pra jo shteti nacional, jo marrja e vendimeve në interes të shtetit, po marrja e vendimeve në interes të komunitetit më të gjërë, tregtia e lirë, të shkojmë atje ku është fitimi më i madh. Dhe baza e globalistëve është individualizmi dhe konsumerizmi që e shkatron njeriun. Dhe pak a shumë ato shoqëri që e kanë kuptuar që duhet të bënë një fre individualizmi dhe konsumerizmi, kanë filluar të bëjnë progres, siç është Kina, Rusia, Brazili, Indonezia, e me radhë, ajo që quhet jugu global, që po tërhiqet gradualisht nga globalizimi. Kam përshtypjen që çfarë ndodh në arenën ndërkombëtare, në Shqipëri përkthehet jashtëzakonisht shumë shpejt dhe kam përshtypjen që këta që janë nga 18-20 vjeç arrin dhe kapin, si i thon, frymën, kapin atmosferën e përgjithshme të ndryshimeve që duan. Në rastet ajo që dëgjohet më shpesh sot, më duhet edhe se i kaloj qik për ciptas, po ideja u përmend. Një proces politik, do krijojnë një parti politike, do marrin pjesë në procesin politik në Shqipëri, do fitojnë zgjedhjet në rastin më të mirë, do kthehen në një tjetër të kësaj që ishte. Se çfarë do bëjnë tjetër? Ndërkohë që nuk kërkohet të bëjnë gjë tjetër, e para duhet patur një ide pse historikisht në këto 30 sa vite, kryeministra shqiptarë nuk mbajnë përgjegjësi. Domethënë, kur i thresin në kuvend për të dhënë llogari, po si ma ke qefin, as du me ardhë fare, as njoftë se kush e i thonë kuvendit. Është ky fakt apo ja kemi një policisë. Pra, nuk ka llogaridhënie. Kush është mekanizmi i llogaridhënies? Është ekuilibri i pushteteve. Problemi është që ajo që kanë bërë amerikanët në 1776-1783, kur filloi eksakt Republika, kishin një sistem check and balance të kontrollit të pushteteve të përsosur. Gradualisht sot ka dështuar dhe në Amerikë, sepse me kalimin e kohës e kanë deleguar gjithë kompetencat të presidentit, sepse që ndodhë për të shmangur përgjegjësinë kongresmenët që zgjidhen një herë në 2 vjet, nuk kanë dashur që të marrin vetë përgjegjësi, por ja kanë deleguar presidentin në mënyrë që të lehtësojnë punën e tyre kur zgjidhen. Dhe presidenti sot është bërë i gjithfuqishëm. Pra, ka ndryshuar sistemi dhe është sistemi ai që po i pjell të gjitha fatkeqësitë e Amerikës sot. Është ndryshimi i sistemit politik. Dhe po shikosh çdo gjë është mirë në Amerikë. Shkenca, arsimi, teknika, prodhimi, trala, gjitha të tjera. Sistemi politik ka çetuar në mënyrë shumë fondamentale, që krijon gjithë këto probleme të cilat po kalon Amerika. E njëjta gjë është edhe në Shqipëri. Domethënë, nuk ka se si të jetë një proces normal i një shkëmbimi rolesh në garniturave politike. Dhe në çuna të rinj, nga 20 vjeç, nga 25 vjeç, do shkojnë kryeministri sot, çfarë do bëjnë? Do bëjnë një të gjë, sepse do i vijë ai tjetri nga dhe do mbetet sepse këtu të mundur të pamundur, të bërë të pabërë, të bashkuar të ndarë, të gjithë Bashkimin Evropian, e çfarë kujton kjo punë e Bashkimit Evropian, nëse më lejohet, çik humor. Është një komedian francez, Louis de Funès. Louis de Funès, që ka vdekur, ai ishte i vjetër. Po. Edhe ka një film që Marrëzia e Madhështisë. Është një gomar i lodhur. La folie des grandeurs. Është një gomar i lodhur, i cili për të ecur i kanë vënë një karrotë përpara dhe ai shkret i shikon karrotën dhe mundohet që të kapi karrotën dhe vazhdon të ecën gomar. Kështu është edhe puna jon me Bashkimin Evropian.
Ne jemi ajo gjëja që po ecën ashtu si të lodhur dhe ajo karrota është ajo gjëja që quhet Bashkimi Evropian. Ne s'kemi për të arritur të asnjëherë se është një shkop larg ajo. Me që jemi këtu unë dhe fillon nga sebi. Pyetja që, sepse për spaku nuk më përgjigjen pas Dori, do më thënë Ana shkëlloj. Jo me qëllim. Do më thënë kjo se thuash, nuk e entuziazmon spaku le ta themi kështu në mënyrë romantike. Për të hapur gjyqe penale për shembull. Po them. Me edhe në mendje kështu sot më pyeste i shok. Problemi është që spaku është ngritur si një strukturë totalisht në funksion të ligjit dhe për të vënë në zbatim ligjit. Jemi dakord pra. Ndërkohë, ata që e konceptuan dhe ndërtuan, kam pasur shumë ndërmend, kam përshtypjen modelin italian manipulite për të ndikuar përmes drejtësisë në përmirësimin e situatës politike. Kam përshtypjen që kanë dështuar, sepse korrupsioni në Shqipëri, sa u bë spaku që ka jetë, 5 vjet, 6 vjet? Po, jo, diçka më shumë. Perceptimi i korrupsionit në sytë e shqiptarëve si është që korrupsioni është luftuar apo është paksuar apo Jo, është rritur. Atëre ipso facto, spaku nuk e ka kryer funksionin e vet. Kështu që në këtë rast ka luajtur më shumë rol politik se sa rol të luftës kundër korrupsionit. Tani them, pas sa që ndodh, pas sa lëvizje të pasakontë. Jo, sepse spaku është vetë një strukturë politiko drejtësie. Pikërisht duke qenë strukturë që ka dhe politik brenda, bën dhe politik. Prandaj unë po insistoj, po them, a do ishte logjike për një pjesë madhe të shoqërisë, ata që dalin atje përfaqësojnë shumë njerëz nga brava, se janë familjarët e tyre, të afërmit e tyre, pa janë shumë këta. Dhe se që janë 27.000-30.000 veta, janë shumë. Spaku tani për shumë, po të hapte kot po them tani më, po fantazoj. Çështje penale ku përfshin edhe kryeministri. Kjo protestë do shumoj, pra do bëjmë e madhe? Nuk di të them për protestën, po di të them që gjithmonë e lidh me protestën. Atmosfera e ndihmon spakun që të ketë më shumë besim. Atmosfera e ndihmon apo jo? E ndihmon spakun. Sebi? Sikur spaku të çel në një hetim penal për kryeministrin apo për dikë afër kryeministrit. Afër nuk është me lajm se e ka çelur. I e di apo jo? Se s'dua të ndërpres. Nuk është me lajm tani për shkakun që spaku të hapi çështje penale për një ministër. Se përdesa unë hapër Ballukun, që ishte numri 2 dhe kryesorja, na bën përshtypje mëne që spaku mund të hapi për një ministër tjetër, nuk është me lajm, kuptimin s'ka më vlerën që kishte. Sikur të hapi fashikullin e inceneratorit, për shembull kur Rama ka dhënë. Pikërisht po më them për Ramën, po ta them troç. Pse po them pra, sikur fashikulli i inceneratorit të Tiranës ka atë deklaratën e famshme që unë ja bëja fap. Po. Dhe janë 17 vendime brenda tij. Kjo është pyetje ime, sikur të hapte pra. Ç'a ndodhte? Në kuadër të kësaj proteste, po them, të kësaj ngjizje që po bëhet tani politike. Unë di që ai fashikull është në hetim. Po pra, a mund të jetë tani kjo protestë që ta stimuloj? Kjo është pyetja ime. Po apo jo? Sigurisht. Madje edhe një çelje e hetimit të një personi afër Ramës, sigurisht do e ndihmonte protestën. Po personi afër Ramës cili është? Ka shumë afër Ramës. Njerëzit e afërt. Njerëzit e afërt që kanë lidhje me inceneratorin janë ose në Burg ose kanë dalë nga Burgu. Jo vetëm me inceneratorin. Po me që më thënë inceneratorët pra. Po pra, fashikulli i inceneratorit përfshin drejt për drejt kryeministrin. Ai është në hetim, nëse mund të ketë pasur. Po, lidhet gjithmonë atje ku Rama del, patjetër. Kështu që në këtë kuptim sigurisht, faktikisht spaku është një lloj shprese që diçka mund të ndryshojë, pra drejtësia mund t'i japë një dorë. Pa mund të pasojë këtë protestë, është top. Do që t'i japë një dorë, jo t'i japi dorë politikës. Jo, pra jo. T'i japi dorë. Apo ja ngrën topin spakun? Pikërisht pra, sepse një nga nismat kryesore dhe përsëritjet që bëjnë të gjithë qytetarët aty, modeli korruptiv i kryeministrit Edi Rama po largon shqiptarët. Një kryeministër është aq patriot për aq sa e merr vendin dhe e lë. Dikur para 5 shekuj i thoja kam 5.000 km², tani kam 500.000 km². Sot ti thua unë kam një popullsi me 1 milion banor, pas 10 vjetësh kam një popullsi me 2 milion banor. Ky është patriotizëm, po ta shohësh në të lloj forme. Rama e merr me 3 milion dhe e le me 2 milion. Tani unë nuk e di çfarë. Nuk është çështje për spak. Kjo që sapo the ti. Jo, dakord, po e kam në këtë kënd. Nëse spaku me të vërtet kërkon që të ndihmojë edhe qytetar që këtë po i thon. Ne jemi për modelin e zhvillimit që të shkojmë në Evropë. Ky është për modelin e zhvillimit që shkojmë në Bielorusi. Tani ne duam në Evropë, thotë. Nuk duam Bielorusi me Ramën. Unë këtë shoh. Ledio, më thon me mesazhe njerëzit, i Çeçani atë zhurmë më thot, pra uli aty zhurmën se nuk dëgjoni mi në studio thot. Ne këtu nuk e dëgjojmë zhurmën, po duhet të futet ndërkohë në transmetim zhurma. Kështu që ule Ledio.
Ule zhumën audion që vjen nga celulari i thuaje, i Doriana Musaj, që nuk di, duhet ta falenderoj gjithmonë, sepse në fundi po na jep pamje direkte, të cilat s'mund të na i censurojnë dot, sepse është private, janë private të Dorianës nga celulari i Dorianës. Falenderoj shumë. Vesh është e bukur kjo xhiro për Tiranë. Është perë. Po prania e gocave, domethënë, dhe prania e gocave në këtë protestë. Me kitar, me flamingo. Prania e gocave në këtë protestë është një e gjinisë femërore, mua më duket një gjë e paparë. Megjithatë, se nuk duan depresion ambasadorit dhe Sebit, ky është momenti them unë Ledion që të ikin të furnizohemi pak. Para se të shkojmë për të blerë dy shek bëjmë një furnizim Ledion, se do na dali çek motori. Ju kujtoj edhe një herë, fare shkurtimisht, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj, që ju del në rrugë se e shkatruat makinën. Do shkoni me kast, me qëllim, enkas, te SPO Oili. Është i vetmi, ule zërin se, është i vetmi karburant serioz në Shqipëri ku benzina dhe nafta janë kristal të pastra. Dakor? Nëse doni që motori juaj të ketë performancë brillante, makinat mos ju prishet, mos ju lë rrugëve. Futini ushqim të mirë makinës. SPO Oil fiksoja mirë të logo, e ke në Tiranë gjithandej, po dhe kur del nga Tirana. Dhe unë falenderoj Saidin, mikun tim të vjetër, partner prej shumë vitesh tashmë në këtë emision. Saidi e i përpar. SPO Oil, the fuel of champions. Dhe vazhdojmë, jo nuk vazhdojmë, kur ikën letë lart tavan, do të thënë që do të bëjmë një pauzë. Rikthehemi pas pak me ambasador Bimon dhe me Sebastian Zonjën, zonja Zotrinj. Jemi rikthyer zonja Zotrinj në këtë P2 pjesë të dytë të emisionit Zonë e Lirë, si çdo të martë mërkurë në orën 10 darkës dhe të premte në orën 9 darkës. Jam në studio, po, këtë emision mund ta shihni dhe te kjo faqja këtu, Zonë e Lirë Official, bëni një subscribe. Jeni të shumë që po na ndiqni në këtë moment e live. Bëni pyetjet tuaja te ky QR kodi këtu, jam me Sebastian Zonjën edhe me Roland Bimon, ambasadori në studio sonte për të dekriptuar, hedhur dritë dhe komentuar ditën e 10 protestës, rikthehet pa muzikë e njëjta fabull në ekran Ledio. Ndërkohë më vjen një mesazh ambasador, më thot, përshëndetje Xhani, Spaku është e vetmja shpresë, opsionet politike i kemi në fletën e votimit kur të vi koha, janë 3 partitë e reja, thot, skenari i Spak është i mundur, Berisha është gati, mund të dënohet për kompleksin Partizani, ndërkohë në të njëjtën kohë duhet ose pezullimi i Ramës ose hapja e një hetimi, ose thirrja e atij si i pandehur, po presin Spakun, i vetmi shans, Rama Burg, Berisha Burg. Me siguri do të jetë dikush që mund të jetë nga protesta që na i nis të gjë duke parë emisionin live në Zonë e Lirë në YouTube. Si mendon ambasador, është e mundur kjo gjë? Kjo dëshirë e këtij qytetari? Është plotësisht e mundur, por nuk do të ndryshonte asnjë gjë. Domethënë që kemi neve me këtë kushtetutë dhe me këtë sistem zgjedhor dhe problemi është që ne i kemi marrë ligjet nga jashtë në kohën kur mentaliteti, historia, kultura shqiptare është ndryshe dhe nuk është bërë një përshtatje e duhur që të korespondojë me mënyrën tonë të bërit politik. Dhe në momentin kur shoqëria vëren që nuk ka ekuilibër politik, pra kur një grupim politik sillet me arrogancë, esenca e demokracisë është që të merresh me pakicën. Pra shumicën ti e ke tënden. Esenca e demokracisë perëndimore është që ti të dish
si do negociosh me pakicët, si të përshjefin pakicës, se ata s'kanë gjëndor, ata e në zëri pa të gjuar. Kurse këtu pakica është për të mundur, më kujtohet njerë presidenti i viteve 92-96, kur dolin televizore, ka, unë të flasë me pakicën, por pakica është ati që mund të mund, jo që ta marrë parasysh. Në i famrët të tha dhe Rama, unë kam 83 vota. Po pra. Qa zgjede e thonë ju? Është i njëjti mentalitet, jo vetëm e tha, po e ka demonstruar për vite me radhë, me mënyrën indiferente me cilën trajton parlamentin. Po ky sistem pra nuk ndryshohet dot, ambasador, po nuk ndryshohet sepse sa do që të ndryshosh sistemin, thelbin e sistemit, që se do i rim këti sistemi që quhet pluralizëm politik dhe demokraci, ku di unë, kjo fjala demokraci, hajde të përdorim marrëveshje fjale, detyrimisht do sondoj shumica. Ju thjesht thoni që duhet jetë kapitalizëm i dhimësur, që udhejësit të okupohet më shumë për pakicën, se e ka thoni ju ato. Jo, në ashtë mënyrë. Sepse politika është pushtet dhe para. Po i ngeli koha, merret dhe me qeverisje. Tu jemi dakord. Kështu që në qoftë se politika nuk e detyron që të merret me qeverisje, politika ka objektiv vetëm t'i shërbej partisë vetë. Është një shoqëri aksionere, që i shërben aksionerëve që ka. Dhe partia është parte, është grup, dhe i shërben grupit vetë. Jemi dakord. Është të drejtën e vetë. Vazhdon qytetari. Atëre, ajo, shiko, ndoshta, për ta konkretizuar disi, duhet parë jo ligji elektoral, sistemi elektoral. Po pra, atë kërkojnë të ndrojnë këta, po tani do ja fjalën sebi. Dhe sistemi elektoral, për shembull, në qoftë se do jetë sistemi hollandez, Shqipëria një zonë elektorale, proporcional nacional kombëtar, me listat hapura. Mund sillte një ndryshim shumë të madh në mënyrën si qeverisë. Do përfaqësojë ndryshe, thonë ju. Problemi është që ne ata që janë marrë me këtë punë, se praktikisht nuk është se kemi ne në kontribut kështë di qfarë, kemi pas një komision kushtetute i ndjeri Godo dhe dikush tjetër, por në fakt nuk dilin dot nga kuadri që i jepnin të huajt, ata që ishin si këshilltar, Këshilli i Evropës, ose BE-ja, Bashkimi Evropian, tek tuk në krye dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dërgonin ata këshilltarët e tyre. Pra, ne kishim emrat, po atë kushtetutën e kam bërë ata. Dhe meraku i tyre më i madh ishte që Shqipëria të mos kishte fragmentim politik dhe kanë projektuar një sistem politik që të ishte sa më stabil. Dhe po ta shikoni, nga 2005 në mënyrë të veçantë dhe deri sot, qeveritë shqiptare janë stabil. 4 vjet. Nuk ndodh që brenda një legislature të bjerë një qeveri shqiptare. E ndihmon pikërisht ky sistem që është goxha i konsoliduar. Se me këtë sistem të ndarë në 12 rajone, prodhohet një majorancë e cila është goxha stabil. Në moment që ta bësh ligjin, po them hollandez, Shqipëria një zonë, dhe presidenti i zgjedhur nga populli dhe të ndryshohen disa kompetenca që të ketë presidenti më shumë kompetenca, atëherë shikohet që ekuilibret janë më ndryshe dhe është e pamundur që të krijohet një majorancë aq e fortë sa të mos marrë parasysh interesat e pakicës. Pra kur thash që demokracia do të thotë të merresh me pakicën, do të thotë që ti t'jesh i detyruar të merresh me pakicën. Qartë. Zyrojnë raport, është raporti fortë. Jam dakord. Sepse po i lë në dorë të lirë. Ambasadori i qartë. Unë mund ta quaj veten demokrati më i madh i botës, po më dhe pushtet nesër. Po. Ta shikosh se sa i keq do bëhem. Kjo është teza ime. Kam gjithjetën që them, po të isha unë Rama, do bëja edhe më keq akoma. Në këto kushte. Po se në atë moment nuk jem Zotëçani apo Ariani, je patjetër. Shumë pesimist ambasadori, vazhdon mesazhin, më thon Ama Gjukanoviçi dhe Gruevski thotë ikën. Ajo është e vështirë për tu shpjeguar nga ana ime, se ndoshta nuk kam aftësitë e pedagogut për të shpjeguar, është që ne na kanë mbushur mendjen që ky është sistemi. Nuk e di, do më japësh vetëm 1 minutë kohë? Për shembull, gjithë sa kam dëgjuar thonë, ne jemi dakord me investimin, ne jemi dakord me investimin, ne jemi dakord me investimin. Unë jam fare dakord me investimin, sepse mos e bëj unë atë investim. Po ta bëj X Kushner apo dikush tjetër. E bukur shumë. Pse mos e bëj unë? Se në fund të ditës, çfarë bën ai? Merr ca ekspert këtu dhe atje, arkitekt, urbanist, dhe unë mund t'i marr dhe më bëjnë projektin, dhe shkoj në një bankë dhe marr kredi. Banka nuk mund të jetë patjetër Bank of England apo nga New York apo Wall Street. Shkoj marr një bankë kineze, pse mos jetë banka kineze? Në rast se kushtet janë të favorshme, sepse në momentin që ka ideologji brenda, ajo ideologjia është për të ndihmuar, pra në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian
janë në favorin tim, duhet të më financojnë mua. Sigurisht. Po ata e kanë bërë sistemin në mënyrë të tillë që ti s'di, prit që të vi unë. Pse? Se i vjen keq për neve. Jam totalisht dakord me ty. E pra. Jam totalisht dakord me ty. Je i papar. Ja, kjo ishte, e thënë, troç pa mos vazhdo më, se ishte shumë e saktë. Ishte perl, pse jo unë, ky është mesazhi. Pse jo unë? Po sepse unë i kam jetuar ca gjëra. Në 92-shin na erdhën ca njerëz neve dhe i morën me lekët e popullit shqiptar, morën pronat e shqiptarëve se ishin nga jashtë, se njëri ishte nga Amerika, njëri ishte nga Kroacia apo tjera. Dhe në fund ditës dhe unë që i shikoja, unë nuk di të luaj me lekët, nuk jam unë ai që po thosha pse duhet vi ky dhe nuk e merr ky biznesmeni shqiptar këtë gjë ku me të njëjtën gjë, me të njëjtat kushte. Në fakt. Dhe pse? Sepse konsensusi i Washingtonit e tralalat e tjera që na erdhën nga perëndimi, na po thoshin që ju zini, priste, ju s'ke. Dhe ne pranonim që nuk dinim, se nuk dinim realisht. Po sot mas 30 vjetësh, unë besoj që shumë shqiptar dinë se si bëhet një projekt, dinë se si menaxhohet një ndërmarrje, qofshin këto edhe 4 miliard, që është një problem tjetër. E megjithatë pas lexoj sa pyetje nga pyetjet shumëta. Jeni pafund që po na ndiqni zonë zotrinj. Bravo ju qoftë. E martë sot nuk është dita e preferuar për ta ndjekur, me gjithë që po ndodhin. Nuk e di a kanë ndeshje apo jo. Jem duke s'kan ndeshje, kanë mbaruar Champions po. Fitoi PSG-ja. E PSG u doq Parisi plak. E doqën gojimat, e ve? Merë. Si ishin francesë fare ata që e doqën. Pyetja e fundit, duke vazhduar të falenderoj Doriana Mosajin që na jep pamje live nga protesta e cila vazhdon, jemi live, nuk e shkuam do të tani live si për ne, s'ka mundësi ledhe të bëj tani direkt, po ja o them unë pasere i ta dini, janë momente live që po shifrin nga protesta në Tiranë, dita e 10 sot. Pas dhe zëjtë sa komente që vinte dhe pyetje që vinë nga te kjo QR kodi SEB, pyetja ime është tani ishte thjeshtë. Në fund të fundit, si çdo gjë në këtë botë, edhe kjo që po shohim tani ne, që po përjetojmë live, që do jetë pjesë e historisë, që do thuhet, në 35 vjet, për herë të parë një super protestë simpatike në Tiranë që duke s'u lindi papritur, e çfarë nuk do thonë, po këto mbet në histori, nuk ka rëndësi, s'ku të shuhet nesër. Pyetja ime është e thjeshtë. Cili është objektivi në këto momente që po dëgjojmë? Po dëgjojmë fjalët paktën, se me vepra nuk dim gjë. O burra të mbyllim kapituit për të hyrë në BE. Dakor? Malizi e mori. Malizi hyn para, besoj ku kuptua kjo gjë, sepse doli kjo Van der Leyeni, princesha Van der Leyen tha. Malizi tha urima dhe këte Karazi hyn vitin tjetër Malizi apo 2028? Vitin tjetër. Vitin tjetër. Normalisht do të hynte dhe Shqipëria me Malizi apo jo, të dyja bashkë. We hope, tha ajo. Ne shpresojmë, tha, kjo Van der Leyen për Shqipërinë. Ndërsa Malizi tha congratulation. Tani vëlla, pyetja është e thjeshtë. Duke qenë në këtë kontekst. Kush e ngrë flamurin, jo e ngrë, po kush e ngull flamurin, te ato vrimat që janë flamujt e 27 vendeve të Europës. Ne do jemi, pra, në qoftë se ne do hymë, do jetë Edi Rama kryeministri aktual, që po kalon këto protesta tani, apo do jetë një flamingo. Pra një kryeministër flamingo, që nuk e dim. Sebastian, të lutem. Shumë gjetje e bukur. Nëse mua kjo më intereson të kuptoj. Ky bëri gjithçka, ja ta them vetë kontekstin për ata që na dëgjojnë, se janë shumë të mençur njerëz që na dëgjojnë me ambasador, e i duan këto sqarimet. Ky bëri gjithçka, ishte pa parë pa dëgjuar, fushata që ka bër herën e fundit, 2025, vjet, që fitoi 80 ca mandate, zoti e di si fitoi. Po çon si ka? Ç'a bënte vëlla? Vetëm BE, e mban mend besoj. Të gjithë e mbani mend. Vetëm Bashkimi Evropian ne do. Po ishte çdo ditë referent merr. Duke sikur i thoshte atyre që shiko, unë jam që duhet ta fus. Pra nuk i kishte me ne, se kishte me shqiptarët. Duke sikur i thoshte atyre, unë tani me këtë protestë e kuptoj. Duke sikur i thoshte atyre, jam unë njeriu që do ta fus Shqipërinë në BE. Unë, jam unë, mos shikoni asnjë tjetër. Unë. Tani u bë një pyetje vëlla. Kjo protestë në familje e nxori Lakuriç atë. Nxori Lakuriç, janë njerëz shumë të bukur atje, nuk është më Berisha i proteston. Ata janë qytetarë. S'ka asnjë policë rrugës. Trafiku është përmirësuar në Tiranë fmerr pafund se s'ka policë, nuk ka më trafik në Tiranë. Ore, ju nuk e keni idenë, nuk ka më trafik në Tiranë.
Nuk bllokohesh më përveç rasteve që makina ndalojnë bie buri se janë me protestuesin kur kalojnë në rrugë. Tani pyetja ime është e thjeshtë vëlla. Kush e vë flamurin e Shqipërisë? Nëse do vi dita që do hym e zëm. Do jetë ky që është tani? Apo do jetë një flamingo i ri kryeministër që ne nuk ja dimë emrin? Pyetja parë se zgjata shumë, por nuk e bëra për ju. Pyetja ka kontekstin gjeopolitik dhe unë po i përgjigjem në këtë kontekst. Unë besoj se kryeministri Edi Rama e ka seriozisht që kërkon ta fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Edhe Berisha e ka pasur seriozisht. Modeli që ata ndërtojnë nuk i lejon, shkojnë deri në një farë pike pastaj tërhiqen për 1001 arsye. Berisha ka një nga arritjet më të mëdha që mund të jetë në këtë periudhë pluralizmi politik, se s'po e quaj demokraci, që është antarësimi në NATO. Rama nuk numëron arritje. Dhe heqja e vizave, kujdes. Po pra, heqja e vizave... Mua është merën të qytetarët heqja e vizave se antarësimin në NATO. Po çështje sigurie, po e shoh bëhen si çështje sigurie. Antarësimin e BE, kam thënë dhe një herë, është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë Shqipërisë për 30-40 vitet e ardhshme. E izolon nga çdo lloj konflikti i mundshëm për të siguruar rritje ekonomike. Por ajo që unë shoh faktikisht është kjo. Ne kemi hyrë në Ballkan në epokën post-Merkel. Epoka e kancelares Angela Merkel ishte epoka e stabilokracisë. Ju atje do vini një ditë në Bashkimin Evropian, rrini atje, mos bëni shumë zhurmë që të na hapni konflikte gjëra, mund të shaheni dhe të vidhni pak me njëri tjetrin, ato qytetarët që keni për t'i vjetë, por mos bëni shumë. Ruani stabilitetin. Dhe u prodhuan liderat fort në këtë lloj mënyre. 2 momente, marrëveshja e 2008-s Rama Berisha dhe kancelarja Merkel në gjykimin tim që i thot duam stabilokraci. Sot, në gjykimin tim, ajo që thot Gjermania dhe Franca, që zgjerimi i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor është domosdoshmëri gjeopolitike, dhe në të njëjtën kohë flukset qytetare, të cilët rrëzojnë mbylljen e sistemit që bën Rama dhe Berisha në 2008-ën, tregojnë që diçka është duke lëvizur. Në qoftë se e shohim në kontekstin gjeopolitik, atë flamurin në Bashkimin Evropian nuk e ngrë Rama. Atë flamurin do ta ngrë, për mendimin tim, një kryeministër teknik. Për mendimin tim. Që nuk ja dim emrin. Jo, nuk ja dim emrin. I re shumë gjatë po të falenderoj, se po prisa së më thoshi këtë të fundit të fillimit, pastaj e elaboroje. Po pra nuk më the pse nuk do lejojnë ta ngrejë Rama. Po pra sepse tash kemi hyrë në epokën post-Merkel. Nga stabilokracia, tani ke kaluar më efektive për stabilitet janë diktaturat. Zgjidh një diktaturë dhe ta mban vendin në plan. Ç'a ndryshoi te Franca dhe Gjermania, po marr këto 2 shtete se janë 2 shtete, po themi lokomotiv në BE. Ç'a ndryshoi te këto vende tani që papritur nuk duan që të jetë Rama? Ç'a ndryshoi te Macron që thotë e di gjithkohë? Sepse aktorë të këtill luajnë shumë rënd dhe të shkaktojnë shumë probleme. Aktorë të këtill luajnë shumë rënd dhe të shkaktojnë shumë probleme. Shije Vučićin, për mendimin tim është aktor më i fort politik se Rama. Ai kërkon të ruaj interesat e qytetarëve apo të politikës apo të pushtetit tij, çështje e tij, të ha probleme në Bosnjë, të ha probleme në Kosovë, linjat gjeopolitike që mban etj, nuk duan të kenë një... Dhe Vučići është akoma atje, me gjithë protestat 100.000 veta që do në rrugave. Po, nga pëlqyeshmëria 48% ka shkuar në pëlqyeshmëri 25%. Rama nga 83 deputet mund të shkojë 65%. Pra sebi po na thua, thonë komentuesit që të ndjekin, që europianët po kërkojnë një Spajić dhe një Milatović edhe në Tiranë. Pra, këta të Marizi sot. Që janë 2 njerëz si të dukur se kanë ndonjë staturë. Re, qytetarët... Janë njerëz normal. Shumë vëzhgim interesant ka bërë. Qytetarët, me nga jo që unë kuptoj edhe nga protesta, ku thuaj se shkoj për ditë kur kam kohë pas pune, 1 orë, gjysore, 1 orë e gjysmë, sa herë kam kohë. Qytetarët kërkojnë dikë i cili ka vizion për të ardhmen. Jo Ramën që e hap fushatën 45 vjetorin, 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe fushatën për zgjedhjet e ardhshme, çka ka ndodhur në 96. Ato që janë aty... është bërë old fashion, është bërë old fashion. Ato që janë aty në protest... është bërë të merë. Shumica ka lindur pas vitit 2000, nuk e di çka ka ndodhur në 96. Berisha flet kur isha unë në 90-ën. Tre çerekuj atyre që janë në 90-ën
sot janë me fëmijë dhe shohin prap këtë lloj. Jam i qartë. Pra, në këtë lloj Dua t'i marrë një mendim ambasadori se po na vjen fundi. Qytetarët duan të shohin nga e ardhmja. Të shohin nga e ardhmja, prandaj janë organizuar, prandaj janë komunitet. Këta i kërkojnë parti politike, shi nga e shkuara, hajde bëjmë si bëjmë ne. Ato duan të shohin nga e ardhmja. Kërkojnë model tjetër zhvillimor. Pra, duan dy njerëz si këta dy marrëzëzi, presidenti dhe kryeministri i ri që janë marrëzi tani, të cilët bëjnë reforma, po të jenë thjesht kanë fytyrë tjetër, kanë fytyrë qytetar tjetër, janë të thjeshtë, unë e kam parë ta kryeministri marrëzës, edhe presidenti, janë shumë nuk kanë as arrogancë, janë shumë të thjeshtë kur flasin. Madje ky u tall një ditë ky i gjati Rama, u tall një ditë, mban mend në një event që e tallte dhe ai shkëti prapë rinte kështu, rinte domethënë nuk është se ja kthente, kupton, më aq keq më ka ardhur. Nuk ja kthente ai, ai rinte i urtë. Do të ishte kryeministri. Je djalë yll ai pa parë. Djalë i qetë qytetar më burë, kupton, ky talli. I bën kështu si bullist. Nëse ai ishte i qetë fare. Thash vetë, ore, vetëm mua më bën përshtypje kjo. Po me sa duket jo. S'pas ka bërë vetëm mua, shisa e në rrugë. 99% e shqiptarëve kur mbarojnë punën shkojnë te gruaja të kalamojt. Këto kur mbarojnë punën shkojnë harbohen. Pra qytetarët kërkojnë atë që e kanë si vetja. Kaq kërkojnë gjithë qytetarët. Ambasador, do të kërkoja vërtet shumë shkurt tani, sepse do të flasim pak edhe për një çështje tjetër, do ta mbyll këtu protestën. Do ta mbyll fabulën për protestën, domethënë protesta urojmë që të vazhdoj. Është e njëjta pyetje që i bëra Sebi, po të lutem manis nga fillimi para se ta elaborosh. Më jep në fillim të thuash përgjigjen, thelbin dhe pastaj më elaboro pse. Kush e fut sipas teje ambasador, si e parashikon? Rama e ngul flamurin në BE apo një kryeministër i ri, një kryeministër tjetër që ne nuk e dimë emrin tani për tani? Pyetja, mënyra e shtruarjes problemit është produkt i influencës së propagandës deri tanishme përfshi edhe kryeministrin aktual. Kush na fut? Jo, ai thot përveç mejes ju fut njëri, ndërsa unë them pas sa që po ndodhin. Po më duket e natyrshme që mos jetë ky, fatikisht. Futja, dalja, ngritja, ulja, nuk janë terma që shkojnë integrimit. Ajo që na fut në BE është që ku rrugët e Shqipërisë, të cilat monitorohen ndërtimi i tyre edhe nga ekspertët e Bashkimit Evropian, nuk kanë asgjë të ngjashme me rrugët e Bashkimit Evropian, sepse nuk ka rrugë shqiptare që të ketë një korsi rezervë sigurie, siç është kudo në gjithë botën. Jemi dakord me këtë pjesë. Po pse lidh me antarësimin, sepse që të antarësohesh, ti mund të antarësohesh në NATO, që të marrin ushtarë të çojnë të luftosh, por nuk mund të antarësohesh aty ku do të japësh mendim për mënyrën si qeverisen të tjerët. Në mënyrë që ne të mos marrim pjesë në qeverisjen e të tjerëve, se ne nuk dim, do hymë pa të drejt vote dhe do hymë pa të drejt komisioneri dhe pa të drejt dhe harrojmë që një funksion politik nuk mund të funksionojë pa përfaqësim, që shprehja nuk ka taksim pa përfaqësim. Kështu që ne si do paguajmë ato që do paguajmë apo ato që do marrim, nëse nuk do kemi përfaqësim politik. Tjetër gjë kjo ambasador. Kështu që unë them, a është ky fytyra sot, njeriu që do vej atje do thotë unë e futa Shqipërinë në BE. Nuk do të jetë asnjë tjetër thotë. As ky dhe asnjë tjetër. Unë flas në rastin që më fal, në rastin që për arsye gjeopolitike, ata vendosin Shqipërinë ta fusin, do fusin me Ramën apo me një tjetër, le ta themi Troçë ambasador. Okej, me një tjetër. Nuk do jetë ky. Jo. Arsye pse do jetë ky, mi thua dot? 1 2 3 4. Është larg, jemi në 2-3 vjet, do ketë zgjedhje në 2028. Ambasador, nëse do t'i marrim gjërat lineare. Ambasador, në Shqipëri, sistemi i tij këtë e nxjerr fitues. Në të gjitha rastet. Mbas tyre që po ndodhin, ndoshta jo. Po pse çfarë do ndryshoj? Ky do bëhet djalë i mirë pa pritur, do bëhet demokrat? Do bëhet populli më, domethënë votuesi do bëhet më koshient. Ajo pjesa gri që nuk ka marrë pjesë në votime, ndoshta kjo është një temë tjetër fare. Është temë tjetër. Ju e më kërkuat nëse ky apo një tjetër, pyetja e shkurtër është një tjetër. Arsyeja pse? Ti thua as ky as një tjetër. Sepse në qoftë se do po bëjmë një diskutim shumë hipotetik, sepse unë jam i bindur që Europa me këtë brull që ka marrë në 2030 do jetë gjendje lufte me Rusinë. Se gjermanët po bëjnë mobilizimin e Austrisë, kanë filluar deri në 35 vjeç ti po u largove 3 muaj nga vendi duhet marrësh leje nga Austria, e me radhë kudo po përhapet fryma, që ata do shkojnë në luftë. A ti thua Europa thua ti do të hyjë në luftë me Rusinë. Parashikon që brenda 2030 do ndodhi kjo. Nuk e parashikoj unë, po deklaron kancelari i Gjermanisë. Ti thua po e krijojmë frymën. Po. Ata kanë deklaruar 30 është larg bile do të jetë 28-29 në varësi se kur janë këta gati për të bërë luftë.
praktikisht lufta ka filluar sepse dronët rusë po shkojnë në vendet baltike, nga vendet baltike dronët e Ukrainës kalojnë në Rusi, praktikisht kanë vajtur në Rumani, praktikisht kemi një acarim situatës. Por ajo që përveç luftës, ajo që është akoma më esenciale është që Bashkimi Evropian, me gojën e zotit Macron dhe të tjerëve, ka thënë që ne nuk mund të pranojmë antarë të rinj, po nuk u reformuam, dhe ajo reforma që duhet bëjnë këta nuk ka bërë asnjë centimetër progres. Kështu që pa bërë këta reformën në bazë të cilës do ishin në gjendje të absorbonin antarë të rinj, si do i pranojnë të antarë të rinj. Kështu që dhe shoku Malizi që do hy, ky shteti Malizi që do hy në BE, nuk ka për të hyrë ashtu siç i premton princesha van der Leyen që thatë juve apo Sonja van der Leyen. Ti thua që nuk do i as Malizi? Jo. Bastë është mbete për të parë. Unë me Sebin kam një bast. Unë nuk ve bast. Jo, bast kuptimin, jo bast kështu jo. Unë shtroj problemin, qartë. siç kanë thënë ata. Ata kanë thënë që pa e reformuar unionin që të në gjendje të absorboj antarë të rinj, do të thotë pa krijuar një mekanizëm se si do funksionojë unioni me më shumë antarë, nuk do pranojnë antarë të rinj. Dhe ata do pranojnë antarë të rinj, përfshi dhe Malinezi, kur të jetë krijuar unioni me disa shpejtësi. Kjo është analiza e parë nga lart. Me disa rrath koncentrik. Analiza e parë nga lart do të thotë që nuk ka për të pas antarësime. Bukur. Unë do ikë të bëj një xhiro në Dorelan dhe do rikthehemi për të vazhduar pak bisedën, na mbeti Irani prap sot nuk do e bëjmë. Ambasador se shoh këtu që po më vinë mesazhe që çani mos e lek këtë fabull. Vazhdoj se ka shumë interes për këtë. Ti vetë e the. Ka fshirë të gjitha. Bëjmë një më fut në Oselito, më ke lënë anash ekranin, nuk e di pse Oselito. Please. Okej, ma. Do ikim pak t'ju tregoj për mënyrën si duhet të flini gjumë, sepse e lat nam. Ka shumë nga ju që ende vazhdojnë akoma të flini në dyshek të mërshëm, që ju krijojnë dhimbje të mere etj. Do ju ndihmoj shumë. Ja se çfarë dua t'ju them sonte, por shumë e rëndësishme. Dorelani, zonja Zotrini, deri në fund të këtij muaji, deri në fund të qershorit, ju propozon një ekuilibër, një rikuperim të trupit dhe një pushim thjesht, sepse ju duhet të ndryshoni dyshekun tuaj. Dorelani gjeni gjithçka, po dysheku është kryesori. 50% uljet e Dorelani. Sepse Dorelani, ju e dini, është një super brand italian, ata janë mjeshtra në prodhimin e këtyre produkteve, janë të paparë. Mbi 2000 dyqane në gjithë botën, në Shqipëri prej vitesh tashmë, mbi 56 vjet përvojë, ju fton të ndryshoni stilin tuaj të jetës. Do e ndryshoj si nata me ditën. Është koleksioni i ri i dyshekve dhe krevatëve që është projektuar për të përshtatur nevoja specifike të çdo trupi. Kujdes. Unë e di që ka mira përfund nga ju që vuani nga gjumi, vuani për gjume, nuk flini tot natën. Atje të gjeni për sportistët, dyshek për sportistët, gjeni mbështetje ortopedike, gjeni për ergonomi të plot, për gjumë të thellë. Kujdes, mos bëni kompromis me gjumi. Garanci 10 vjet e Dorelani. 30 ditë provë, po si pëlqeu e ktheni mbrapsht në një lekët, e pa parë pa dëgjuar. 50% ulje. E gjeni ose -1 Shtetegu, ose rrugë Kavajës përballë kompleks Deli Orgje, ose dhe qendra tregtare Prestige Home në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12. Dorelan ka një slogan, dormire bene, vive remedio, që do me thënë të flësh mirë, të jetosh më mirë. Bravo Dorelan. Dhe rikthehemi sërish le dy me të njëjtën fabull në ekran. Mi mbrëma burra më thot Eraldi, pastaj Daku thot mi mbrëma Çani dhe të ftuari një pyetje për ambasadorin Rama, vetëm se këtu përgjigjet janë me një fjali ambasador, nuk janë me shpjegime. Rama do ik apo do ik? Por kur? Kësaj nuk si përgjigjesh me një fjali, sepse Rama është politikan, kur të krijohet ajo situatë politike mbi cilin ai nuk mund të qeverisë. Është raport forcash apo jo? Eksakt. Sebi do ik. Për momentin raporti forcave ende nuk ka çetuar. Nuk është nuk e kanë në disa. Nuk jemi akoma në atë pikë. Sebi do ik apo do ik? Kur? Po kur thot 2027 ose 2029? 2027 e lidh me tandemin Rama-Vučić, pra janë zgjedhjet e 2027-s, rënja e njërit që shumë i fuqishëm në Ballkan. Po pse do bie Rama këtu 2027? Sepse unë i përmbahem me epokës post-Merkel, po e them edhe një herë. Mi po pse 2027-ën? Çfarë do bëj vetë në 2027? Sepse rënja e Vučićit sjell pastaj dominon në të gjithë Ballkanin. Dhe Rama janë dy duar që janë të lidhura me njëra tjetrën. Në
Por unë besoj se e mbyll në 2029. Enri Kasa nga Durrësi thotë pyeti pak të ftuarit Çania, mund të jetë organizuar protesta nga vetë Rama duke parë që administrata Trump nuk e ka mbështetur Ramën për projekte të rëndësishme si koridori 8, Porto Romano, kontrata me Shellin, thotë, për naftën për cilat ju bë presion për burgosjen e Ballukut si ministri i përkatës për këtë projekte, por edhe për faktin që administrata Trump nuk ka bërë asgjë për lirimin e 4 komandave të UÇK-s, cilët ranë në burg për ndihmuar pikërisht Trumpin. Jemi shumë sforcuar. Nuk mund ta hedhësh poshtë, logjika qëndron, por nuk besoj se ka njeri në administratën amerikane që të merret me neve. Ka shumë njerëz që thonë që me kaq hollësi. Që Ramës intereson ta bëj pis Trumpin. Tani se janë zgjedhur në Amerikë nëntor. Kjo shtohet një akuzë tjetër kjo për Trumpin. Ka shumë njerëz nga këta të konspiracioneve që e thonë këtë gjë. Okej, mua nuk më qëndron sepse e kam urryer gjithë jetën idenë që Shqipëria është kërthise botës dhe gjithë bota ku gdhihet mjes të çfarë bëjnë shqiptarët. Nuk besoj se jemi në këtë situatë. Amerika ta ketë mendjen çfarë ndodh. Shqipëria nga gjithë me mediat botërore të majtës, domos amerikane dhe europiane, janë duke trajtuar tu si një protestë shqiptarëve kundër familjes Trump, kundër investimit. Po ta vësh re. Unë nuk e kam krijuar këtë përshtypje. Mediat e huaj ashtu e luajnë gjithë fitut ambasador. Jo, për kundërshtim, ato që kam parë unë, varet se çfarë shikon, ato që kam parë unë ka qenë thjesht vetëm një eksklamacion, një shpërthim simpatie për popullin shqiptar që mbron atheun, mbron mjedisin, mbron këtë, dhe në sfond është përmendur korrupsioni, pra lavdërohet populli shqiptar që ka kurajë të ngrihet për të luftuar korrupsionin. Dakord? Protestoj kundër korrupsionit. Por nuk e mohoj atë që thatë juve, patjetër që është komponente e rëndësishme. Luciferi thotë Arian kam vërej që nuk i theret më Ramsi 4, thotë, ke pas info që do bje sultani i madrishëm, po kjo është e vërtet, kam kohë që nuk i them më Ramsi 4, për një arsye që ja u leju ta... Se ka vetë më dhja keq ty, Lucifer. Luciferi, papari. Gregori, thotë Sebastian, jo, Gregori ka bërë një pyetje që nuk kuptohet, po e kaloi, Behari, thotë, përshëndetje, Arian, pyetje ambasadorin, a duhet ngrihet një bust i flamingos afër statujës Skënderbeut në Tiranë, si simboli fillimi protestave qytetare demokratike në 35 vite pluralizëm. Flamingo është e bukur, e bukur, por nuk do... Jo. Nuk do... Do më thënë, Skënderbeu është etern, është një gjë shumë sublime, do më thënë, për të... Ti i Sebi, si me ndonë për të? Jo, s'pak. Jo. Unë do thoshe jo, vallaj. Një shpend si Flamingo që rim mbi kalë në krasën e Beotës, ose para së Beotës, ishte shumë i bukur. Po çnese. Jo, ne kemi tendencën që t'i ngarkojmë sheshet edhe me shumë gjëra. Leviz Dragoti thotë kjo është protest biopopullor, thotë, dhe ku ka bi, nuk ka kamikazë, thotë. Flamurët e huaj janë nuk ka kimikate. Flamurët e huaj janë kimikate dëmshme për diçka që është bio. Pyetje, jo komente. Eraldi thotë Çani Mbrëma, pyetje panelin. A mund të parashikoni çfarë po mbulohet dhe po na hiqet mendja, sepse Ramsi e dinte që kjo do vinte, prandaj e nisi dhe këtë turin për Shqipëri me veteranët e BS-së. Jo. E nisi pasi kjo, me ise po pritet diçka në fakt, është e vërtet, unë e di. Po nuk e o them dot. Di se më erdhi sinjali para 2 muajsh. Nëpërmjet një akti. Dhe atëherë thash shnej që do të thonë më interesua dikush për të mirën time, tha Arian ka menduar për ty. Unë se kuptova atëherë në fakt. Tani që ndodhi kjo, thash, sa burë, qa perde. Po, i huaj ishte. Po, a i që interesua, po. Kishte vite që s'më... Flamingo thot, Flamingo Tahipi, qa perde, Flamingo Tahipi, ose bo, me mbemrin Tahipi, si Tahip Erdogani. Po i shkreti ka Tahip, se ka me hë, Erdogani, apo jo? Po edhe kjo Tahip... Jo, kjo ka Tahipi, e këshuan Tahipi këtu të QR kodi. Përshëndetje Çani, pyete pak ambasadorin, sa gjasa ka që Ramsi thot ky? Si një sorosian që vetëm për interesa personale hiqet si trumpist, jetë vetë ai pas protestave për t'i thënë Trump që unë dua, por nuk don populli. Si shbëri në fakt me armët kimike. Ashtu bëri, për t'i thënë që si thosh do t'jo Obamës, i nxori ta të shkretë dhe dolën këta, e pastaj dhe aja së populli. Nese këte trajtuam ti Flamingo Tahipi. Arditi thot shumë vende po e kanë zili këtë protest. Rinia në Europë është e fjetur dhe s'ka guxim. Tani mos ja fut kot, mos exagjero ti Ardit. Mo më pëlqeu kjo. Jo po, në Europë bëhen protesta shumë më të mëdha se kjo. Kjo është veçantë për Shqipërinë, Jo kaq të bukur se kjo. Jo kaq të bukur se kjo.
Jo kaq romantike do të thuash, po. Kjo i bën shqiptarët sot duhet të rabi krenar, por shteti nuk dhurohet askund, duhet marrë dhe kjo është rruga e duhur. A beson ambasadori që kjo lëvizje është gjenuine? Unë besoj, po. Po. Anton Male, a ka mundësi që të jenë emancipuar shqiptarët dhe të arrijmë protestojnë bashkërisht pa dikë që i tërheq fijet, Sebi? Më thot Anton Male. Edhe një herë. A ka mundësi që të jenë emancipuar shqiptarët dhe arrijmë të protestojnë bashkërisht pa pas dikë që i tërheq fijet? Unë duhet të them një gjë të thjeshtë, se po pra, te kjo është sepse është e njëjta pyetje që bëhet gjithmonë. Pse jo parti politike kush tërheq fijet? I tërheq Sorosi, Berisha apo Rama? Mendimi konspirativ është një ndër mendimet që na lë steril për një arsye kryesore. Religioziteti ka shekuj që plazmon një ide që një njeri sipër i lëviz të gjitha gjërat poshtë. Ne kemi dy linja trashëgimi, një nga diktatura për shkak të dhunës, që e di partia dhe sigurimi i shtetit dhe ku dëgjon etj, dhe e dyta sot e kemi nga mendimi konspirativ. Kjo është tentativa për të mos lëvizur. Të gjitha ato që thon këtë janë spektatorë të protestës, nuk kanë dalë asnjëherë nëpër protesta. Pra përgjigja se bie po. Mund ta bëjnë pa i tërheq fije dikush. Po pra këtë po them. Qytetarët dhe populli ka gjithmonë fuqi, do të ketë gjithmonë fuqi. Okej, Flamingo Revolucion, çani pyetën ambasadorin, a do të rrezoj Europa Ramës, a do ta rrezoj Europa Ramën si Orbanin, sepse kjo duhet hapur që Ramën po e sulmojnë miqt e tij më të mirë europian, mediat europiane dhe amerikane, madje edhe Fox News po silloi lajmin e protestës, madje Reuters e mbajti 2 orë live në faqen e saj zyrtare, e dyta me ndikim Izraelit në kohët e fundit, në data center në bujqësi dhe në sektorin bankar, po merr përgjigjen e Europës. Këtë në fund se kuptova fare se kishe keq fillim Flamingo Revolucion, po këtë të fundit se kapa. Giuliano thot, çani pyet ambasadorin, cilin do sugjeronte për udhëheqjes të denj për Shqipërinë? Pyetje e vështirë kjo ambasador. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Unë do thosha që do ishte mirë të kishte tip triumvirat, tip këshill, tip konsej, këshill domethënë. Ose kishte një individ të plotfuqishëm. Giuliano po do thot çani pyete, jo më fal. Erion Mara thot, përshëndet Erian, sidomos komenti që ke bërë për Vlorën vitin e kaluar me atë brylin e Ramsit, 4 do të plotësua tamam si krau, ka vajt deri në pingu Uzman më. E ke kapur, Erion, falenderoj, bravo. Për atë e bëra, ky ishte qëllimi. Shpresoj të kem ndikuar sa do pak. Në atë frymëzimin tuaj dhe inatin që ju ke parasysh ju gërvisha pak. Mish për top, jo vetëm Vlonjata, por gjithë Shqipëria. Fation Tulani thot, les Français nous ont parlé de la révolution en théorie, les Albanais l'ont expliqué en français en pratique, thot ky. Fationi, që ka vënë flamurin, thot francezët nga kanë folë për revolucionin në teori, thot, shqiptarët e kanë, po e shpjegojnë, thot, po e bëjnë. Shqiptarët l'ont expliqué en français en pratique. Po e shpjegojnë francezët. Francezët e kanë bërë ti Fation, mos e exagero tani, dhe po vazhdojnë ta bëjnë akoma. Fakt sistemi, thot Çani, a ja thu dot Rambos që në shesh në Anzori, Rambos, kush është Rambo? Rama. Rama, po është Rambo. Rambos, thot, që në shesh në Anzori Luli Migjenit, jo Lul matematiciani. Luli Vocër. Ariol Tafa, thot ambasadorja shqiptare në Berlin u ka çuar SMS atyre që një këtu, që mos shkojnë në protestot, kur u bën presion njerëzve këtej, çfarë ju bën atyre në Shqipëri, thot Ariol Tafa. Dakord? Protestues kuqezi, thot Çani, jemi në kohën e jathot, por politikanët janë të kohës kur gatuajnë hale. Edhe kjo është e vërtet. Çani, çfarë mendimi ke për XY-in kryeministër? Po doli ai vërtet, nëse është ai që do dali, unë atje bëhem me Ramën. Nuk ta përmend emrin se s'dua të bëj kështu promo negative, kupton, para se të ndodhi gjëja. Janë ja dy njerëz fakse biçë, nëse dalin vëlla. Dhe kjo protestë i nxjerr që thonë këta, unë atje la distancohem, se jam totalisht kundër, dhe dalë dhe mbështes Rama. Edhe pa dëshirën time të mbështesë, sigurisht. Po nëse dalin 2 tipa, 2, që kam më në mendje. Dhe që ata që më shohin tani, ha gjeni, për ke kam. E gjeni dot. Ata janë më të rrezikshëm se Rama, janë më të liq se Rama, janë më rënd fare, janë të merë. Po në qoftë se sistemi politik nuk do favorizonte një mbretëri kryeministrore, le të s'ka rëndësi se kush është kryeministër. Për mua ka. Kryeministri në rastin më të mirë do ishte ai që mban rendin, që i jep fjalën dhe mban, si thua, rregullin në një mbledhje.
Unë kam një ide tjetër. Okej. Unë them, dakord, po unë them që ka ca njerëz, a i tepër kur i njofim, të cilët ja u dim. Me kaq pushtet sa ka kushdo, Ti thua nuk do jetë si ky. jo do jetë më keq se ky. Do jetë më keq si ky. Ky është kryeministër, është kryeinspektor, është kryeBashkiak. Ti thua tjetër që do vi, sa do i keq ti thua. Po i le kaq pushtet, e njëjta gjë është. Është kryeministër, kryeBashkiak, kryeinspektor. Pra, pyetja mbetet gjithmonë ke sistemi, se nuk mund të konfondohet sistemi kapitalist apo sistemi i lirë, i lirive, me sistemi se si funksionon ligji për funksionimin e këshillit. Sepse ju e hiqni fare rolin e individit, pra për ju individi në brenda sistemit është një hiç apo jo. Prandaj mbasdore këtë analizë. Është Shumë shumë që luan rol dhe individi, më vonë. Atëherë, për shkak se individi luan jashtëzakonisht shumë rol, do duhet që me rregulla të kufizohet roli i individit, sepse në momentin që krijohet mundësia e individit, Politikisht me vot kufizohet vetëm, jo me rregulla. Vetëm votat kufizojnë, je dakord me mua? Është vetëm një raport që jo, kufizohet me kompetenca. Nuk e ke këtë të drejtë edhe kaq. ne pra po, këtë gjë ta jep ose ta jep vota. Vota të çon në post. Pastaj se mënyra që ka një Se ligj ke mandate në parlament, ti mund të bësh çfarë duash, siç po bën ky. Je dakord? Po në cili po në të Evropës bëjnë çfarë duan. Ata që kanë mandate, Orbani për shembull, që kishte mandate, nuk e di sa ka pas mandate. Se merr Orbanin, merr Gjermanët. Edhe një herë, Gjerman, po sepse ai ishte në koalicion mos. Ne do të bëjmë si britanikët, si Gjermanët. More sebi, po se më fal. Do bëjmë si hungarezët. More, unë nuk po marr shembull Orbanin, po them vendet që kanë shumicë si quhet më, shumicë të cilësuar, që s'janë koalicion, siç është ky. Po. Kanë drejt të bëjnë çfarë duan. Po aty u bë CDU, CSU-ja bashkë dhe nuk e shtypën popullin. ju keni shumë të drejtë. Se kanë Demokracia, ku diun sa ju keni shumë të drejtë. Demokracia si sistem defektoz, keni shumë të drejtë. Po pra. Demokracia e favorizon, që nga koha e Platonit edhe Sokratit, demokracia e favorizon ardhin e diktaturave. Por me disa rregulla, me disa mekanizma mundet që ta kufizosh në këtë këndvështrim. Po dhe unë këtë po them pra. Është tjetë një kushtetuta, ma të shkompetenca je prezidentit, që s'te shkuet kushtetut për shumë, që kryeministri s'do të bëjnë në më shumë se 2 mandate, që do ishte për herë të parë në historinë e politikës botërore, se nuk e di, kryeministri nuk ka limitim mandatesh, ka presidenti, kryeministri jo. Këta do të bëjnë me 2 mandate. Dakord, po ta shkruajnë kushtetuta, ndryshon ligjin ta bëjnë. Do jetë një kjo, do jetë kështu new entry, do jetë një gjë e re apo jo. Unë nuk di që do të jetë kjo te kryeministrat. Por është oblig parlamentar. Po çon si ka? Nuk rregullon gjithmonë se mjafton 8 vjet për të shkatëruar gjithçka. Po pra, Jemi dakord, jemi dakord. Megjithatë ka njerëz të cilët nuk analizojnë politikën kështu, ka njerëz që duan të shohin fytyra të reja. Patjetër. Mërziten nga fytyrat më. Kodi zgjedhor të jep të mundësi që bën Rama. 2008 të jep të mundësi që bën Rama Berisha. Mbretëria kryeministrore të jep këtë që bën Rama Berisha. Gjithë inspektoratet Rama si kryeinspektor të jep mundësi të bësh të që bën Rama. Ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtjes të jep mundësi. I kemi dhënë aq shumë. Ore, vetëm Rama. E kanë votuar më. Unë nuk e kam jetuar kohën e Ramizalis. Po ditë them një gjë, që kur shoh formën institucionale, ky ka aq pushtet. Ne i quajmë diktator atë. Po këtë çfarë ta quajmë? Ore zotëri, jemi dakord me vëlla, po kush ja limiton pushtetin? Përveç votës. Dhe përveç forcës, më thoni pak. Drejtësia, gjyqësori, institucionet e tjera. Por nëse ka drejtësia, pse jo më vëlla? Unë po them në politikë është vota që të mban ose që të pra që të ngrohen këtu. Vota është kryesorja, po ajo që po mundohemi të themi. Tani, pse gjykatësit nuk hidhen në vot në gjithë Evropën? Se mund të hidhen dhe gjykatësit në vot. Po më kanë ata komunitetet e tyre që votojnë apo jo, se nuk është se ka. Po janë pushtet në vete, pse nuk hedhin vot popullore? Se është një formë tjetër pushteti. Po për shumë në Amerikë më duke se votojnë gjykatësit. Në disa kontete ndryshme tjerë. Nese, kjo tani se jemi në fund të emisionit. Fationi thot, po, të lindurit vitet 90 bie të vënd 40 vjeç me Rama Berish në pushtet. Filloja dieta mbas 40-s, dhe pse mbas 15 që shka është përsëritje. Shiko, keni haruar që e jo them që bëni pyetje. Nuk ka kuptim këto komentet që bëni. Bëni një pyetje më përse, është më bukur pyetja. Bet goj, qarë perde. A me do zotë një pasdor se kjo protest do zgjoj dhe popullin Amerikan që të mos jetë më në urdhat e një shteti tjetër, shenjat kanë filluar me sa shoh. Ky është delir për shumë. Bardhok Ziu, thot, Bardhoku. Mi mbrëma me donë se pora Rama Berisha në burg do jenë në një qelije, do zihen për pultin e televizorit. Ja, këto janë romantizma tuaja për shembull. Keni qef nga këto gjëra, a? Doni shikoni ëndra.
Eristoni thotë si Machiavellis që është, ka filluar të luaj me frikën pasi e ka kuptuar që nuk e do më njeri. Jo, po bien rezervimit e huaja, se fakto, po kam shenjat ai po bien rezervimit nga turistët, çfarë perle më çfarë. Erdha le qa mashtro është niveleve të larta. Jo po bien rezervimit, jo na bëjnë armiq, na e bëjnë armiq dhe logjika thotë që do rrisim nivelin e dhunës për të rrikur frikën ky popull, po ky popull që ka dhënë shesh sot nuk do bie prej këtij niveli. Ore, ne kemi nevojë për resorte më çani. Pyetja është ku dhe si. Po tot njëri s'kemi nevojë për resorte. Ne jemi mbas Kroacisë, mbas Greqisë, mbas Italisë, mbas Turqisë për gjitha këto. Çështja është ky ka 15 vjet në pushtet dhe thot tani do t'i bëj unë për 10 vitet e ardhshme. Resorti nis sot 4 miliardë që përfundon për 10-15 vjet. Sigurisht që ne kemi nevojë për turizmin e luksit. Sigurisht që kemi nevojë edhe për investime. Qoftë i bëjmë biznesmenët shqiptar, qoftë i bëjmë edhe me ndihmën e biznesmenëve të huaj. Çështja është tani, mos u mundo ta hedhësh hisyve më tani, se duket sikur gjithë vim nga Gambia, vetëm ky ka jetuar në Shqipëri. Tani edhe kjo s'bëhet. Kam përshtypjen që problemi... Fjale fundit do ta mbyllim. Problemi i këtyre 20 vjeçarëve është mënyra se si do qeverisemi. Po pra. Nuk është më... Modeli. Gjitha na duhet... Po mënyra se si do qeverisemi është çështja e këtyre 20 vjeçarëve sot. Te CNN, ta mbyll me këtë. Te CNN Rama tha, unë kam një libër, tha, edhe e nxorri në fund fare, i bërtiste asaj. Po e pash, po. Këtu the janë gjithë projektet. Po t'ishte çështja se vendi zhvillohet me një libër, me një grup ekspertësh, cilët bëjnë disa projekte dhe zhvillohet vendi, do ishte bërë Amerika Latine, do kishte marrë një diktator andej në njërin, t'i thoshte ju grupi më i mirë i ekspertëve për ekonominë, financat, arkitekturën, inxhinierin, hajde bëni një libër që ta zgjidhim, do e kishin zgjidhur ato. Çështja është që nuk zgjidhet kështu. Dhe kryeministri këtë tregon, nuk kupton se çfarë po kërkojnë qytetarët. Po çudi e madhe për ta mbyllur ambasador. Tendenca është që e këtij lobit teknologjisë është që ti menaxhoj shtetet si asete, si menaxhim asetesh, pra nuk ka rëndësi identiteti apo një tjetër, është thjesht një kompani e cila menaxhohet në një formë caktuar. Dhe kjo është ajo pasaj që fryn paknajsinë, sepse kombet nuk janë njësi ekonomike. Po janë dhe histori, janë antropologji, janë ndjenjë, janë amanet. Ore, ne e marim nga prindrit, ndërtojmë diçka vetë, ore, ti lem edhe atyre tjerëve të fëmijëve ta ndërtojnë diçka. Si të është dukur, edhe kjo para sa mbyllim, le dhja për pak minuta e mbyllim, si të është dukur kryeministri zotnia e tij këto ditë në një familje në media që po i bën rivalitet pa parë protestës. Fillon që në mëngjes fakt ai. Sot për shumë ishte në 3 evente. Si tu duk mënyra si flete kështë? Ajo që njoh unë është shumë herë më shumë se sa kaq i aftë për të përballuar situata të tjera. Më duket nuk është në të njëjtën lartësi që ka qenë herë tjetër për të menaxhuar situata të ngjashme apo edhe më të vështira. Mund të ishte shumë më mirë. Ledio, të lutem, në 10 minutat e fundit, 11:20 është ora, plas pak fabulën tjetër në ekran, please.